stafi teknik, si dhe nga publiku qytetar. Po atëherë mund të them që ishte një start shumë i mirë nga gjithë ekipi, jo vetëm nga unë. Atëherë pritej një neshje shumë i mirë nga ne, pasi kemi punuar gjithë fazën përgatitore shumë mirë dhe kemi një harmoni shumë të mirë mes vete. Po ashtu edhe nga ana personale, besoj që kam dhënë më të mirën dhe do vazhdoj të jap më të mirën, por që pres akoma më shumë normalisht nga vetja si në çdo neshje tjetër. Keni hasur ju pak vështirësi vitin e kaluar kundër Erzenit, megjithatë kam një vllazni shumë sulmuese. Do luani edhe në mënyrë të tillë nesër kundër Erzenit? Po e di, me njohjen normalisht ekipin e Erzenit, ka pasur ndryshime, por u vret edhe në neshjen e parë që duket sigurisht edhe ai Erzeni i vjetshëm që lufton deri në fund. Ne do futemi në fushë që të luftojmë për çdo duel, edhe pastaj në fundit do ja lëmë fushës çfarë do ndodhi. Por ne jemi përgatitur shumë fuqishëm, sepse e dimë nga viti i kaluar, besoj që do jemi në fushë shumë rigoroz edhe të luftojmë për njëri tjetrin. Po ashtu normalisht çdo ekip futbolli, po edhe identiteti i vllaznisë është dëshira që të luajmë në sulm. Do mundohemi ta bëjmë sa më mirë dhe të shohim nesër. Ku ndihet më mirë për të luajtur në krah apo në rolin e 10-shit? Po atëherë unë do dy pozita kam gjithë të vite që i praktikoj i luj, edhe më janë po sikur i kam pozitat mia, pra praktikisht nuk është se kam problem, të dyja ndjem komod. Beson që do jetë vllaznia pretendente në kapën? Po atëherë besoj me këtë formatin e ri e gjithë lufta do bëhet për katërshën e parë, po besoj shumë herët për të folur. Ne kena ato objektivat tona si personale dhe si gjithë ekipor, besoj që do ja lëm kohës. Më mirë mos flasim para kohës. Neshje pas neshje është objektivi jonë. Pas së ndeshje ka një ndërprerje kampionati për arsye të ekipit kombëtar. I shërben pozitivisht vllaznisë apo e dëmton? Po besoj se po të marrim ritmin e mirë nuk i shërben, po normalisht çdo kohë e tepërt i vlen për lojtarët e ri që kanë ardhur që të ambientojnë sa më shumë grupin dhe normalisht na kthejnë ato lojtarët e dëmtuar, le të themi që janë shumë të rëndësishëm edhe ata për pjesën e grupit dhe besoj që mund t'i shërbej për mirë. Me që jemi të kombëtarja, është takuar jo pak herë dhe keni qenë i grumbulluar me kombëtarin, e synon në Sadmala kombëtarin? Po, besoj është normale ëndra e çdo futbollisti shqiptar është normalisht edhe nga kampionati shqiptar, po edhe po bëri lëvizje jashtë është që ta kapi kombëtarin. Besoj kombëtari është maja një arritje të futbollistit, sidomos shqiptar, sepse normalisht e ndjejmë edhe si më shumë. Normalisht që e dëshiroj dhe ndroj, por ja lej fushës që të punoj sa më shumë dhe pastaj